Përshëndetje. Ja ku jemi këtu sot në Kremenar, në fshatin Kremenar të Mallakastrës, në vendin e quajtur Grota de Pipistrello ose Shpella e Lakurigjve, ku në vitin 6 prill 1943 Mehmet Sheu bashkë me bandën e tij, pasi kishte kapur robër 100 apo 150 apo 170 karabinier italian ruajtës rendi në Selenisë, Llakatunde e kështu me radhë, i ka masakruar, pasi ju ka marrë dhe teshat, pasi ju ka prerë dhe kokat, pasi ka torturuar ata, i ka hedhur këtu në shpellën këtu. Shikoni. Ja ku është. Kjo është shpella. Ja. Po të vendosësh hedhësh një gur këtu, nuk pushon guri së ashtu, që do të thotë që është thella, që është shpella, është shumë e thellë. Dhe kjo tregon dhe një herë egërsinë, barbarinë që kishte ky individ. Është pa imagjinueshme, e pa e tolerueshme, nuk kam një përshkrim ndryshe që të robrit ti masakrosh në këtë mënyrë. Domethënë është e pa dëgjuar në historinë, po deshet ju edhe të mesjetës dhe të luftrave botërore që robrit të masakrohen në këtë mënyrë. Kjo është gjë mund ta bënte vetëm një kriminal me një band kriminalësh siç ishte Mehmet Sheu. Dhe e keqja e dikush, sepse ne kemi patur 30 vjet kryeministër, një bandit, një kriminal, nuk ka definicion që mund t'ja japim dot në krye të shtetit. Dhe ai kriminalizoi pasaj që gjithë shoqëria shqiptare, dhe shoqëria shqiptare sot është e kriminalizuar dhe s'ka respekt për viktimat, pikërisht nga kriminalizimi që nisi që në 1941. Kjo është keqardhje e madhe shumë. Dhe sot, keqardhja më e madhe është edhe të politikës italiane, që nuk kujtohet që këta djem të rinj, 20 vjeçar, 25, 19 madje ka patur, të vi këtu, ti nxjerri këta me speleolog, nuk e di sa është mund të jetë e mundur, por në vitin 1992 ka patur një tentativë ku janë rikuperuar rreth 20 apo 25 trupa, cilët gjenden sot të varrosur ose gjendet varret e tyre në Bari. Kështu që unë sepse kisha një detyrim morale, të kuptojmë, human e kështu me radhë, sepse Kujtim Cakrani, Kadri Cakrani në kohë e nisën luftën me Mehmet Sheun, pikërisht për këto masakra që ai bënte në popullat, për këto masakra që ai bënte ndaj robërve. Dhe kush ajo besa e shqiptarit që sot shqiptarët mburren? Mburren me luftën, me çfarë luftë mburreni mor Palaço? Mo llumit, me çfarë luftë mburreni? Ju keni vrarë, keni masakruar njerëzit mor. Dhe s'keni dhënë vetëm Mehmet Sheu në dy masakra ka ekzekutuar 300. Një kjo e Kremenarit dhe tjetra e Shën Gjergjit në Elbasan. Turpi ju mbuloft juve të gjithëve, që vazhdoni akoma me luftra imagjinare me heronj të rem. Dakor të? Dhe mos harroni që Mehmet Sheu, bashkë me banditët e tjerë, e dini që është dënuar që Laç Sarabecka kur oratis në Itali për këtë gjë, sepse ishte krau djathi Mehmet Sheut. Edhe Mehmet Sheu dënua dhe ik me një dosjen e keni në Itali, kush ka interes në historianët e Palaçot të Shqipërisë. Dakor të? Kjo është, ja dhe grota këtu. Është 1000 metra e thellë, nuk dihet sa është. Mal, jemi në mal këtu lart, të kuptojmë. Ja pra. Kështu që dhe një herë miq, di që u aprisha këtë moment kaq të bukur të këtij dielli sot, por kjo është e vërteta dhe të vërtetat të bëjnë të qetë. Dhe në këtë datë sot. Pashkësh, sepse është ditë Pashkësh dhe javën tjetër është përsëri Pashkët, dhe në këto ditë Pashkësh i bëjnë njerëzit, i bëjnë të qetë dhe i bëjnë më të vërtetë. Hajde miru pafshim.